Vazhdojmë na. Vazhdojmë. Tash i lozim me Zara më duket. Po. Se loja me top mbaroj. Jo, është edhe një lojë tjetër. Sa ta gjesh ti jashtë zërit. Tu bëhemi pak më serioz, po. Po, më serioz. Me demek. Bëhemi ne se ti mund të jesh si duash. Hajde se po nisim kësaj herë. Qa koordinimi që kemi? Sorry ma. Skandalo. Mos ta merr më sysh. Kush ta ka marrë më sysh sot ne? Kush ta ka marrë më sysh sot ne? Nuk e di. Çka ka ndodhur? Mirë, Lorenz, kur je i heshtur, çfarë zëri të flet nga brenda? Gjithmonë zërim. Pra cili nga zërat që këtu bluar apo thjesht zëri? Ja, nuk e nga ndërgjegja. Ja. 2-0, nuk është, s'më le. Jo. Cila është fjala që e thua më shpesh dhe pastaj pendohesh? Unë s'para pendohem për gjërat që bëj. Dhe di pse? Sepse u bë dhe nuk kthehet më mbrapsht. Okej. Bukur, në cilën situatë do kishe dash pra të ktheheshe fëmijë vetëm për 1 minutë? Në cilën situatë? Fëmijë kur isha i vogël. Po. Situata kur u ndan rrugët për të bërë ose aktor ose futbollist. Se do jetë bëhesh futbollist. Po e them prap po. Okej. A ka diçka që të bën të qash apo të prekesh shumë? Do të thënë, çfarë të bën të qash? Kur kujtoj Unë vëbas që ti je njëri super emotiv. Po, e vërtet është. Ç'është një horoskop ishe? I kështu vjegjëresh. Prandaj do t'i duaj të gjitha rolet. Kur kujtoj në nëntime që se kam më. Kjo më bën gjithmonë të përlotem. Është e freskët, u bën mbi 2 vjet e gjysmë që nuk e kam më. Okej. Kjo është ajo që më prek më shumë. Se nuk e them dot më fjalën nën. Kjo është gjithë. Jeta kjo është. Okej, duhet t'i pranoj gjithë. Por e di pse të falenderoj që e përmende këtë dhe u tregove burr për ta ndarë, se zakonisht ne jemi shumë të ngurt kur bëhet fjalë për emocionet, po të falenderoj që e përmende sepse mbasi një pjesë e atyre që na dëgjojnë në këtë momente kanë vërtet nevojë që dikush t'ua kujtojë që prindrit nuk janë për gjithmonë, edhe të kalojnë sa më shumë kohë të jetë mundur me ta. Duajini se janë gjallë dhe respektojini dhe bëjini të lumtur. Është gjëja më minimale që mund të bëjnë. Kur si ke i kujton dhe nuk ke ç'bën më. Është cikël jete, duhet i pranojmë. Vetëm mos na e bëj më këtë që të kalojmë nga situatat emocionale, pra nga Njeriu kështu është i përbërë nga emocionet. Se nuk vërtet nuk e kemi aftësinë tënde. Shiko, unë mbajta vetën mos, edhe mund të më rëshkisën në i lot, po. Edhe është krejtësisht normale. Absolutisht. Për sa kohë ne jemi këtu, do qeshim, do qajmë, do zihemi, do bërtasim, do ulërasim. Për të zënë s'më ke mua, po. E çuditshme kur e shef Lorenci, domethënë që ka luajtur të gjitha rolet, edhe rolet po them jam shumë i qetë. Si tip jam shumë i qetë. Nxehem në raste, habiten në punë ndonjëherë kur më shohin të shpërthej. Dhe gjithmonë thon, ke drejt, ti nxehesh në herë, po kur nxehesh pas ke pas drejt. Dhe inati im është vetëm 5 minuta. Dhe jo më shumë. 5 minutë. Jo, dhe fare. Dhe meqense ti ke punuar gjithë jetën tënde me zërin, në skenë, në teatr, në dublim, cili është zëri që nuk do doje ta dëgjoje kurr? Që s'do doja ta dëgjoje. Që s'do doje ta dëgjoje. A ke një zë që nuk do doje ta dëgjoje? Se di, askush nuk e ka treguar, po zërin kur të vjen të merr vdekja. S'do doja ta dëgjoje kurr. Pavarësisht se do e dëgjoj sepse kush ka lindur do vdesi. Në cikël jeta. Tani ne do ta mbyllim prapë me lojë, Lorenz. Prapë? Po. O çuna hidheni atë ping-pongun ata. Pallaskat, se tavolinën e kemi, ha. Ja do hedhim kështu kokovska. Sa buku ato hahen e di unë. Po. Prandaj kemi mes këtyre personazheve që ne i përmendëm edhe më përpara, po tani do duhet të zgjedhësh, pra, deri në fund kur të arrim në një fitues. Perandori Cusco apo Scooby-Doo? Cusco. Okej. Cusco apo biskota? Cusco. Pas kam vendosur më të mirë në fillim. Okej, Cusco apo Alvin? Ndroje çik për efekt lojë.
Prandaj po okay, Alvin. Okej. Alvin apo Lejleku te Kung Fu Panda? Alvin. Okej. Alvin apo Donaldi Patoku? Patoku. Okej. Okej. Ja vlen. Donaldi apo Dafi? Ja, el Ju clasico. Ju të dyve. Tamam el Është el klasiko. clasico kjo. Është derbi, kjo është derbi, është derbi. Derbi. Po them Dafin nga që është më i vështirë në dublim. Okej, Dafin apo Saltin? Ta kishim kalu te Xheku se sa Okej. se mbante. Sa ma mendetimi. Ore ti rofshi ishe sot që na shpëtove se ne që jemi kështu sot s'po kombinohemi fare jeve. Shof, s'ka nevojë. Jepi Egon, ha. Mirë, Dafi apo Xheku? Dafi. Megjithëse Xheku është mjaft simpatik. Okej. Dafi apo Simba? Dafi. Okej. Dafi apo Minionët? Dafi. Dafi apo Peter Pani? Me që unë jam akoma një Peter Pan, po them Peter Pan. Dhe Peter Pani është fituesi. Dhe Peter Pan është fituesi. Ne urojmë O Lorenz që të mbetesh gjithmonë një Peter Pan, jo vetëm ty, po të gjithëve, edhe mua, domethënë edhe vetes, edhe Gonit. Nga brenda është mirë të mbetesh një Peter Pan. Po, është mirë të mbetemi Peter Pan.